Mundet? Kada më të mundet. Hajde, shto. Jo, bëna ishëm. Mundet? Atëherë faleminderit gjithëve për prezencën. Sot jemi me kryetarin e komunës, shefët e sektorëve dhe drejtorët e ndërmarrjeve për t'ju përgjigjur pyetjeve tuaja lidhur me zhvillimet në komunë dhe në ndërmarrje. Si fillim, t'u bëjmë di për çdo pyetje të cilin ne nuk kemi përgjigje tani, përgjigjet zyrtare, do ju përgjigjemi brenda ditës me shkrim. Tani ja fjalën Danielës, pastaj mund vazhdojmë njëherë me pyetjet tuaja. Добре дојдовте, почитувани медиуми, на редовниот брифинг со новинарите на општина Тетово. Денес со нас е градоначалникот Билјан Касами, заедно со раководителите на секторите и директорите на јавните предпријатија, отворени за вашите прашања во однос на работата на општина Тетово, активностите и проектите. Повелете. Mund të fillojmë me pyetjet. Stanțele public și comunale poate ni propozim që të diskutohet për kërkesën e ndryshimit të vrave të rrugëve në planuar shumë Këshillit Komunal, ku kam gjetur situacion sepse provojnë vite që po diskutohet për këtë, tash edhe me përbërjen e Këshillit, kur mund të presim që kjo të deni Këshilli ose përmbyllet gjithë. Është një proces që kemi thënë është më kompleks dhe komisioni është duke punu, unë kam qenë kontakt me kryetarin e komisionit. Informatat janë që besoj që brenda qershorit do kemi një informat të përgatitur për Këshill që e njëjta pastaj të përcjell procedurat e pëlqimeve të institucioneve për të vazhduar procedura. Besoj brenda qershorit duhet kemi një draft të embël. Значи, комисията работи, последните информации, контакти со председателот на комисията се дека се при крај со разгледување на предлозите дадени од граѓаните во целата постапка. Се надеваме дека до крај на јуни ќе имаме еден предлог од нивна страна за да се продолжи процедурата понатаму во совет и добивање на соодветни согласности од други институции. Rruga e Dushimit ka filluar para zgjedhjeve. Se nuk ka asfaltuar, se nuk rregullohet. Cila? Rruga Fshatin Xhepçisht. E dim që ati bëhet fjalë për një projekt pak më kompleks, domethënë nuk ka vetëm asfaltimi i rrugës, po bëhet fjalë për gjithë infrastrukturën përcjellëse nontoksore me kanalizim fekal atmosferik. Ati ka pasur edhe një gyp të ujitjes për fushën e fshatit, pra rregullimi i hapësirave tjera trotuareve, po sipas informatave me kompanitë janë, punohet në bazë të dinamikës të parapar, po edhe njëherë nuk është një rrugë, asfaltimi një rrugë, po është një lloj sheshi për fshatin, kështu që ka më shumë elemente të projektit të cilat e komplikojnë procesin. Po besoj edhe aty punohet intensivisht dhe do të kemi së shpejti rezultat. Përgjigje si komuna kemi para pasur diçka për ta rregulluar pjesën se qytetarët kanë se përvetuar. Aty në atë pikë do dalë edhe rruga që është duke u ndërtuar nga, do të thonë, rruga për në Bërvenic përmes lagjes jashtë Vardari, fabrikës Teteksit dhe do të dalë rreth me Hekurudhës dhe do të dalë në atë pikë aty. Kur do të thënë fazën finale të realizimit rrugës do të shohim edhe mundësinë që bashkë rregullohet edhe Hekurudha. Kemi kërkesë edhe deri te komuna, kemi një komunikim me Hekurudhat e Maqedonisë. Do të thënë jemi duke ofruar zgjidhje se si të rregullohet ajo çështje, shkaku se aty me projektin për hapjen e rrugës ka edhe kanalizime atmosferik dhe fekal.
edhe duhet shohim edhe rregullimin e kalimit të kanalizimeve në atë pjesë. Pra edhe aty nuk është thjesht me remetimi i rrugës, por është një intervenim pak më serios në gjithë infrastrukturën toksore dhe non-toksore, sepse janë projekte të cilat nuk duam t'i bëjmë të kisha thënë shkele shko, po duhet t'i bëjmë me gjithë infrastrukturën përcjellëse. Po kemi kërkesë dhe jemi duke shqirtu mundësinë se si ta realizojmë të njëjtën. Fate një donacionat në smëllojë për 1 milion euro. Çfarë ndodh deri kushte hallia rrugës? Po punohet, rruga është duke u ndërtuar. Në periudhën që vjen, nëse doni, mund të organizojmë një vizitë. Do thonë, aty gjysmën e rrugës është instaluar kanalizimi nën-toksor, është bërë depërtimi i rrugës dhe po vazhdohet në dy akset e rrugës, domethënë, edhe së shpejti do nisje bëhet fjalë për një rreth para sallës sportit të Universitetit të Tetovës, te kthesa aty do të ketë një rreth rrotullim dhe do të lidhet rruga për jashtë Vardarit që do të lidhet me këtë rrugë. Aty do të nisën shpejt punimet edhe nga pjesa tjetër veç më janë intensivisht duke u punuar. Pra bëhet fjalë për një projekt që është në realizim e sipër. Семействата, имали имоти на Видеосмилистивато на предложението код касарната према Порович, 7 случаи за тоа, ме информира дека все уште не доведе надоместо за експроприација. Зошто не се исплаќа, зошто се доведува општината во ризик да исплачи и камати ако дојде до судска тужба? Pa tokmu poradi to što opštinata veće je blokirana poradi takvih sudskih tužbi, nije ne možemo da realiziramo redovno tekovni ovrski. Ние сме во еден процес со поголемите фирми на кои им должиме и со Министерство за финансии се надеваме дека во тек на ова недела во владата ќе помине информација за репрограмирање на еден долг кој општината го наследи od предприятието, od javno-komunalno предприятие prema 3 kreditni liniji. Imаме доставено барање до Министерство за финансии и ова недела би требало да помине и на влада за да го репрограмираме тој дел. Имаме начелен договор и со поголемите фирми на кои им должиме и кои сме блокирани да го репрограмираме и нивниот долг. Се надеваме за месец-два да излеземе од блокада и тогаш ќе имаме појасен план за реализација на нашите обврски за експроприација. Ама во моментот и да сакаме не можеме да вршиме плаќање за тоа што сме блокирани. Si është e mundur që gjithë ndërmarrjet komunale janë një mos vetëm shavish, kushtet sekret. Drejtori tha ta bësh këtë pyetje. Po, të vërtetë, më thonë, komuna vetëm paguan broshet e ndërmarrjeve, dhe thashë që ndërmarrja nuk është këtij dhe shari. Tash në gjithë e dim se ndërmarrja komunale Tetova që ka qenë, më thonë, ma herët një ndërmarrje, ka trashëguar gjithë borxhet, për më shumë që në procesin e ndarjes taksa që ka qenë për atë ndërmarrje që është 105 dinar për qytetarët është e pamjaftueshme për të servisuar sfaku pagat e punëtorëve dhe aty ne kemi folë edhe në Këshill që janë dy opsionet, ose të financohet, të subvencionohet rregullisht nga komuna, nga taksat e qytetarëve, ose të përcaktojmë një taks më të lartë për gjelbrim dhe hapësirat publike, që është për momentin përgjegjësia kryesore ndërmarrjes komunale, dhe këtu sigurisht duhet ketë një konsenzus në Këshill për të vendosur se cilën rrugë do ta vazhdojmë. Ndërmarrja parkingjet, ne dim që edhe atë kemi gjetur me një situatë kaotike, jemi duke punuar kemi punu që ajo ndërmarrje të rikthehet në një ndërmarrje që do t'i sjellë të ardhura komunës së Tetovës. Për momentin janë duke u përpilu vendime dhe rregullore që rregullojnë çështjen e parkingut dhe, domethënë, edhe në vend parkime, po edhe në parkimin paralel. Besoj në mbledhjen e radhës gjithë kjo rregullativ do të kalojë në Këshill dhe në të njëjtën kohë është themelu një komision që po punon në identifikimin e vend parkimeve shtesë. Pra është një proces kompleks për cilin ne po punojmë. E në ndërtimin e parkingjeve shtesë,
edhe rregullimin e mos parkimit aty ku nuk është e lejuar të parkohet. Kemi Inspektorati Komunal ka dalë në terren dhe ka bërë regjistrimin e gjitha parkingjeve të ndërtesave në bazë të lejeve të cilat I kemi lejuar. Edhe aty do të bëjmë një inspektim të shohim ato parkingje a shfrytëzohen për parking apo për destinime tjera. Pra po punojmë në gjitha drejtimet që në në Tetov të zgjidhet çështja e parkingut. Pra nuk është thjesht vetëm mungesë e parkingjeve, por është edhe bashkëpunim me qytetarët, por krimin edhe të regulativës e cila ata qytetarët që nuk bashkëpunojnë do t'i sankcionoj. Pra është një çështje më komplekse për të cilën mundohemi të ofrojmë zgjidhje pak më komplekse. Ju do të thoni se shkaki mungesës së parkingeve nuk del. Jo, unë them që shkaku I mos funksionimit të vetë sistemit, përderisa njerëzit ende ka njerëz të papërgjegjshëm, qytetarë të papërgjegjshëm që parkohen në rrugë, në trotuare dhe nuk parkohen aty ku është vendi. Do të thonë ndërmarrja e parkingut nuk ka funksionu deri tash. Do të thonë tash ndërmarrja e parkingut servison obligimet e veta që ka, por në të njëjtën kohë po bëhen investime. Do të thonë në mbledhjen e parafundit të Këshillit u soll një plan, do të thonë plotësimi I planit do thonë financiar të ndërmarrjes, me çka u shtu për diku 6 milion denar për zgjerimin e parkingjeve. Pra, edhe ndërmarrja po punon që të krijohet sistem I menaxhimit të parkingut edhe përmes aplikacionit Teklik, edhe përmes instalimit të kamerave në parkingjet e mbyllura, veç e kemi një shembull tek gjykata ku parkingu funksionon me sistemin e ri të identifikimit të veturave dhe aty janë ullë në minimum apo janë eliminu gjitha keqpërdorimet eventuale. Pra po punohet në një sistem më kompleks të intervenimeve në gjithë sistemin e rregullimit të çështjes së parkingut në Tetov, dhe unë besoj që brenda këtij viti edhe kjo çështje përfundimisht do zgjidhet. Pra nuk do të ketë më në Tetov parkim aty ku nuk është e lejuar dhe do ta dimë se a kemi nevojë për parkingje në kate dhe ku do të jenë ato lokacione ku do duhet të ndërtohen. Sa komuna e Tetovës I fakturon në për Tetovës dhe shëndimës financiare. Dihet se sa vërmajeri I pastron vetëm koshat e veturinat, nuk pastron as koshat e rrugës, nuk fshin, por nuk I grumbullon edhe veturinat që janë për rreth koshat. Ata I pastron në për Tetova dhe I fakturon komunës e Tetovës. Sa I ka fakturuar shëtë 2023? Tash aty duhet të shikohet raporti financiar, por në fakt Sabërmaher duhet të pastrojë edhe mbeturinat jo vetëm në kontejner, po edhe jashtë kontejnerëve. Ne jemi, do të thonë, me inspektoratin edhe me ndërmarrjen komunale të Tetovës në përcjellje të këtyre situatave. Informatat janë që pastrohen kontejnerët, por shumë shpejt hudhet në mbeturina me njëherë pasi pastrohen. E fundit ishte një rast I prezantuar në rrjetet sociale ku sipas dëshmive që kemi nga Sabërmaher, kontejnerat në mbrëmje janë pastruar, por pastaj nga një biznes që ka bërë pastrimin e depos së tij është mbushur dhe është hudhur edhe jashtë kontejnerëve. Tu edhe inspektorati do duhet të marrë masë në këto raste për të identifikuar dhe për të marrë masë. Pra, në bazë të marrëveshjes, Sabërmaher pastron edhe kontejnerët edhe mbeturinat jashtë kontejnerëve. Nuk pastron, po e pastron në mëdhëja. Po tash duhet I fakturon komunës së Tetovës. Në PK-ja komunës Tetovës I faturon për mbeturinat inerte. Do thonë qytetarët nëse paraqiten për të marrë mbeturina inerte nuk paguajnë edhe më tutje asgjë, po këtë fakturon ndërmarrja komunës së Tetovës. Përderisa mbeturinat në kontejner dhe jashtë kontejnerëve ka obligim t'i grumbulloj Sabërmaher. Ndoshta në momente të caktuara ka intervenuar edhe në PK Tetova, por në bazë të kontratës mbeturinat në kontejner dhe jashtë kontejnerëve I ka Sabërmaher. Koshat e mbeturinave janë obligim, do të thënë pastërtimi hapësirave publike, gjelbrimit dhe koshat e mbeturinave janë obligimin ndërmarrjes komunale. Po nëse kemi raste, pat një rast të tillë të denoncuar, ne kërkojmë përgajnë edhe tuaj, si media edhe të opinionit, që të na... Tash...
Ashtu i vjen. Njerë i paguar sabërmajeri, njerë komuna i paguar sabërmajeri, dhe njerë komuna e finanson në përtë. Tash ta sqarojmë, domethënë, qytetarët paguajnë mbeturina për mbeturinat komunale që i bie, mbeturinat që do të viti marrë të shtëpia po t'i nxjerrim në kontener, dhe në këtë pjesë komuna nuk paguan sabërmajerit, po është faturimi që u bëhet qytetarëve. Gjithashtu qytetarët paguajnë një pjesë për pastërtinë publike dhe gjelbrimin ndaj ndërmarrjes komunale të Tetova, e cila nuk mjafton dhe Komuna e Tetovës e subvencionon, por edhe bën, pagesën e obligimeve për mbeturinat inerte që duhet jetë obligim qytetar, por ne kemi marrë si komunë që të rritim vetdijen e qytetarëve për menaxhim me mbeturinat. Pra pjesa tjetër është do kisha thënë keq përdorim i qytetarëve. Përndryshe ky është sistemi i funksionimit të menaxhimit me mbeturinat. Nuk Kemi dhe Tetori, sa metri i ligjet. A i faktoron në për të Tetova komunës faktura për mbeturinat jashtëkoshit në mbeturinave? Jo. Jetë për Tetova i faktoron komunët për shërbimin që i krymë dhe qytetarëve që shkojmë në marrim mbeturinat inerte për shërbim. Edhe jashtë mbeturinat. Edhe jashtëkoshat e plenave në qëse nuk kanë pastru, se ne i shohim bagerat e në pëtës duke pastru. Ata i fakturohen në ujtë. Bagera nuk ka në PPR, nuk ka. Ka pas raste kur kena shkuj në pastru, po ato në rast të rallë, komunës i fakturojnë për mbeturinat inerte shërbimin që e krymë në shtemi marrën në shtëpi. Ne qytetarët lëndrohen, në PPR shkon të shtëpia, japën mbeturinat inerte. Për ato, në thonë, fakturohen për komunë. Sa e fakturun 6 milion në parë së dini se këtë? Po ajo nuk është gjithmonë e njëjtë, më Se unë dalë shatit. Si informat do e dorëzojmë pse 2025 të raporti i ka kalu, mund të japim raportin financiar për 2025, ta shihni se sa është faturimi për mbeturinat inerte. E në basë raporti diktor, çka kanë përnosin, sa kanë marrë. Do përgjigjem edhe me shkrim për këtë pjesë. Po edhe një informat shtesë këtu, veç më ka nis procesi instalimit të kamerave të sigurisë në për disa pika kritike, ku ka, do kisha thonë, keq menaxhim apo keq përdorim të hapësirave, kontenerëve dhe rreth kontenerëve. Dhe këtu inspektorati do të ketë, më thonë, mundësi për të identifikuar, a bëhet fjalë për qytetar të pandërgjegjshëm apo sabërmaher nuk bën pastrimin e rregullt të hapësirës, më thonë, edhe kontenerëve dhe jashtë kontenerëve. Përndryshe edhe një herë të sqaroj, menaxhimin e mbeturinave komunale, më thonë, edhe prej shtëpie, edhe në kontener, edhe pastrimin e hapësirave rreth kontenerëve është përgjegjësi e sabërmaherëve. Da. Identifikovani se около 10 локации критични, къде що перманентно, иако се собира отпад од контейнерите се чистат, има нечистотија во тие средини. Се надеваме дека брзо сега компанијата веќе работи во камерите се набавени, се работи во делот на инсталација на камерите на тие 10 локации, кои ќе бидат на 24 часове надзор од страна на Општинската инспекција за животна средина. Не, општината. Tash jemi duke më thonë është pru regulativa adekuate dhe do të bënë në bazë të procedurës. Komuna e Tetovës ka të drejtë ligjor të instaloj mbikëqyrje të hapësirave publike që janë nën kompetencë komunës Tetovës, që ka të bëjë me pjesën e kontenerëve, parqeve ku kemi në dëmtim të, më thonë gjithkund që është hapësirë publike nën menaxhim të komunës, kemi të drejtë dhe përgjegjësi që të instalojmë kamerat sigurisë, por ma herët e kemi pasur atë problem, s'kemi pas regulativ, tash regulativa ka kalon në këshill dhe gjithë shka do shkojnë bazë të ligjit. Женски пазар, дали общината го има во владение, што Кој дел? Женски пазар тече. Не, значи тоа е денационализирано и тоа е собственост на Тетовото муфтиство. И тие менаџират со тој дел. Se nevojë ka mos në ndërtimin e sallë të lugës sportive,
ku nxënësit mund të ushtrojnë orëve të parë fizike të kushteve të këqija atmosferike, edhe pritjes, edhe nxënësit edhe vetë rektoresha pas e ka nevojë ose është bëjnë një kërkesë, a mund të thoni se kur mund të realizohet një gjë? Me ardhen e kësaj qeveri u rikthi projekti për ndërtimin e sallave sportive, që është një projekt informata që i kam kredi nga Banka Botërore. Procedurat e kreditimit dhe të tenderimit janë në kuadër të Ministrisë Arsimit. Pra ne si komunë nuk kemi ndërmarrë ndonjë veprim në drejtim të ndërtimit të sallave sportive, shkaku që nuk duam që të dyfishojmë pra projektet. Komunën e Tetovës me këtë projekt është e paraparë në Komunën e Tetovës të ndërtojnë diku 6 salla sportive, me çka gjithë shkollat fillore të Tetovës që nuk kanë salla sportive do të kenë sallë sporti, në ndërtoj edhe shkolla Kirili. Prandaj aty ne kemi paraparë të ndërtojmë pishin. Por do ta përcjellim si do shkoj procedura e ndërtimit të sallave nga Ministria e Arsimit. Nëse do të ketë ndonjë pengesë apo do të vazhdojnë vonesat, ne mund ta parashohim edhe si komunë ndërtimin e një salle të tillë, por nuk bëhet fjalë vetëm për këtë shkollë, pra bëhet fjalë për diku 6 salla sportive në kuadër të shkollave fillore të Tetovës, të cilat janë të nevojshme dhe të cilat janë pjesë e këtij projekti. Ja, Ministria, unë janë investimet Ministrisë. Investimet Ministrisë. Ato janë projektet cilat i projekton dhe i realizon Ministria e Arsimit. Përndryshe investimet kapitale në bazë të ligjit aktual janë investimet që do t'i bëjë Ministria e Arsimit. Përcjellja dhe ndryshimi i programit për menaxhimin në tokën ndërtimore që i debatet, opozita vetë qytetarët shumë në pikpyetje se do të shihen disa parcela, si ato të EVN-ja, parkingut e Vero, prapa unë spitalit, disa parcela në regjistër të vogël, do të shihen ose jo këto parcela? Si qëndron? Shëgjot, Komuna e Tetovës fillimisht ka realizu projekte dikund rreth 30 milion euro në mandatin tim, nga të cilat gati 15 milion janë investime nga qeveria dhe pjesa tjetër janë nga donatorë të ndryshëm dhe buxheti i Komunës së Tetovës. Për ne prioritet është realizimi i këtyre projekteve. Burimet e financimit janë të ndryshme. E fundit që do të nisë shumë shpejt janë përmbyll gjithë procedurat është nga fondet europiane një investim dikund rreth 40 milion euro për kolektorin e ujrave të zeza dhe filter stacionin. Pra për ne është prioritet realizimi projekteve dhe sigurisht që këtu janë analizohen të gjitha burimet e financimit të këtyre projekteve. Një ndër ta është edhe shitja e tokës ndërtimore. Por ajo që është indikative që fatkeqësisht opozita duke mos pasur mundësi të kritikoj për punët që realizohen, sepse qytetarët e shohin ajo çka bëhet për ditë, ata si duket shohin ëndra natën, kanë pa ndonjë ëndër se kemi shit ndonjë tokë, sepse po